Vendosni gjethe lakret e kyçet e këmbës dhe do të habiteni nga ajo që do t'ju ndodhë. Lakra është një nga perimet më të shkëlqyera që nuk duhet të mungojë kurrë në regjimin tuaj ushqimor gjatë dimrit, por jo vetëm. Ajo është një burim i vërtet i vitaminave, mineraleve, përbërësve me veti antibakterial dhe antiinflamator, që e bëjnë atë një prej recetave më të dobishme që mund të ofrojnë në natyrë. Për shumë shekuj me radhë, kur teknologjia dhe zhvillimi farmaceutik nuk ishin në hapat e tanishëm, gjethet e lakrës janë përdorur për të lehtësuar probleme të ndryshme. Mjekësia alternative është të rikthyer sërish teknikave për të zbuluar edhe rezultatet e veta mbreslënse. Ajo mund të lehtësojë ndrydhjet e kyçeve dhe të dorës, të këmbës, derisa të merrni trajtimin e specializuar. Kujdo që i ka ndodhur një ndrydhje kyçi mund të vendosë gjethe lakre të shtypura në to, edhe gjithashtu t'i mbajë derisa të marrë trajtimin e specializuar. Sipas Heart Clinic, një ndër alternativat më të mira për qetësimin e dhimbjeve të artritit dhe reumatizmës është mbështetja e kyçeve me gjethet e lakrës.